Jemi rikthyer përsëri dhe po vazhdojmë të jemi drejt për drejt nga kryeqendra me kanalin e dytë të Radio Kosovës me emisionin Gramafon, ku siç e tham edhe në hyrjet e emisionit ne po vazhdojmë ta sjellim këtë emision special kushtuar festivalit të këngës ose RTK Fest 3 që do ta kemi në fillim të muajit nëntor. E për të biseduar për çështje shumë të rëndësishme sigurisht, e kemi të ftuar kolegën tonë Gentiana Begolle, e cila është edhe koordinatore e festivalit për këtë vit. Genta, nëse mund drejtohemi kështu siç flasim gjithmonë, mirë se erdhe në Radio Kosovë. Mirë se vëqeta. Qysh je Genta, e lodh, qysh po shkojmë punë? Përgjithsi mirë bes, nuk është keq, mirë po ju e dini, eventet e përmasave të tilla gjithmonë janë shumë stresuese, për arsye se vetë fakti, vetë fjala festival lën me nënkuptu se do të kesh punë dhe të papritura deri në momentin e fundit. Kjo është ka ndodhur edhe këtë edicion, edhe pse tashmë ne kemi një lloj infrastrukture të gatshme sa i përket mbarvatjes së festivalit. Mirë po veçanërisht me qenë se jemi transmetues publik, kemi edhe obligime ligjore që duhet patjetër t'i përfillim në çdo kontraktim të njerëzve, të artistëve, por sidoqoftë deri më tani po shkon çdo gjë për së mbari, edhe ku po bisedojmë me kolegë, e kemi atë shpresën që do të shkoj kështu siç ka filluar, sepse krahasuar me edicionet e kaluara ka më pak probleme. Ndoshta pse kemi filluar pak më herët, por sidoqoftë streset janë aty, ka shumë obligime, çdo ditë dhe diçka që jo që s'e ke planifikuar, por që e lyp momenti, e lyp koha dhe duhet të merresh me ta. Po na trego këto ditë kanë mbetë edhe pak ditë edhe janë më stresuese, besoj edhe me më shumë punë ditët, sa më shumë i afrohemi festivalit, aq më shumë ka punë, as më shumë ka stres. Na trego pak më shumë çka po ndodhën pra paske. Vjos është ka ndodhur çdo gjë. Në fakt tash është duke u ndërtuar dyshemia ta quajmë ashtu, është duke ndërtuar pjesa ku do të jenë të akomoduar VIP-t, si që quajmë ne, pastaj është skena duke u punuar, përgjithsisht po duket që mjaft shumë jemi afruar, sepse ke parasysh kur shkon në Pallat të Rinisë fillimisht, duket se nuk ka asgjë pas betonit dhe disa hekurave, pra shufrave të metalit. Ndërkaq tash kur shkojmë në sallë, paksa ka filluar të formohet, ka filluar të formsohet ajo hapësirë. Po, si që tha dhe Vjosa, çdo ditë më tepër dalin punë të reja, dhe puna vetëm sa intensifikohet. Pra nuk mund të thuash e kam bërë një tik këto dhe nuk do t'i kthehem, do t'i kthesh një të punë disa herë, me 10 herë, mos me 100 herë. Në fakt, Genta shumë mirë që e përmene, sepse edhe edicioni i parë i festivalit të RTK-s ka qenë befasia më e mirë themi, ose dhe një punë e jashtëzakonshme që është bërë, nga rënoja të atij parkingu që e njohim gjithë, e kemi pa gjithë, u kriju diçka shumë e bukur, diçka magjike, qoftë në edicionin e parë, por edhe të dytin. Kështu do të jetë, po besoj edhe në këtë edicion, edhe në të tretin. Besim duke punu... A keni gjetë sallën prap, që shka qenë, themi, keni nis prap nga zero në atë sallë, nëse mund t'i themi sallë? Dorën zemër, po, nuk mund të them nga zero, ja, sepse me gjitha 2 vite është investuar diçka në atë sallë, mirë po është larga asaj se çfarë dëshirojmë ne. Pra me gjitha duhet të kujdesesh se apo pik salla, duhet të kujdesesh se do të jenë tribunat e gatshme për t'i vendosur, akomoduar mysafirët, duhet të kujdesesh se mos ka ndonjë rrezikshmëri për publikun, për të ftuarit. Pra praktikisht duhet të merresh me se në punë që e marrë edicionin e parë. Ndoshta sanimet janë më të vogla, mirë po janë aty dhe ato. Po na tregon Gent tash cila është puna më e vështirë apo puna më sfiduese që ka Genta tamam në përgjithësitë tua si koordinatore e festivalit? Vjos, ne kemi filluar, do të thotë, puna ime si koordinatore e festivalit është të merrem thuajse me secilin segment e festivalit, nisur nga marrëveshjet me Ministrinë e Kulturës, pastaj marrëveshje tjera me Komunën e Prishtinës, me Pallatin e Rinisë, me ndërmarrjen publike banesore, deri tek artistët, qoftë akomodimi i artistëve, qoftë lajmërimi i artistëve për prova, sepse siç e dini ju tashmë në RTK, në televizionin e Kosovës, në RTK 3 përkatësisht janë duke mbajtur provat, kanë filluar me garuesit, me orkestrën, me bendin, ndërkaq që do të vazhdojnë këtë javë edhe me të ftuarit special që janë të jashtëzakonshëm, janë njerëz që vërtet publiku jo vetëm që i don, po i adhuron.
Fatkeqësisht mua pak sa është kam mbetet peng sepse drejtori artistik zotri Floren Boshnjaku, sikurse viteve të kaluara nuk ka dashur të zbuloj mysafirët special. Na shpresum gjend që do na jap ndonjë ekskluzivitet. Jo, kolegialisht. Kolegialisht pak më të njofshëm. Ndonjë emër të madh kështu që do të jetë. Ka emra të mëdhej fatmirësisht, ka emra të mëdhej, ka sikurse edhe viteve të kaluara. Sikurse viteve të kaluara, ne për shembull mos harrojmë e kemi pas një këngëtar që adhuron secila grup mosh, për shembull Yll Limani, ne kemi pasur pastaj Albas Skendera, Janiza Shahinin, Aurelia Gaçen, po ashtu edhe këtë vit do të kemi emra shumë të mëdhej që thash, jo vetëm që duhen por adhurohen nga publiku, mirë, po dua ta respektoj vendimin e zotit Boshnjaku, sepse vërtet është duke bërë të pamundur që çdo gjë në këtë edicion të shkojë ashtu për së bari. Veç diçka agenda, do të thonë i këtij rangu të këtij rangu do të jenë edhe artistët e këtij viti. Ndoshta më të mëdhej. Okej, mirë. Morëm diçka vjos. Tash na hajde shkruajini e pa. Edhe pse dorën në zemër ju e dini, jemi kolegë tash me dekadat e tona, edhe e dini që nuk jam shumë e thirrur të vlerësoj unë këngëtarët sepse praktikisht e gjithë karriera ime është lidhur me politikë. Gjithmonë kam qenë gazetare e politikës apo redaktore edicioneve të lajmeve që kanë të bëjnë kryesisht me politikën tek ne në Kosovë. Mirë, po flas për atë se sa i adhuron publiku, çfarë feedback mirë. Marrëm diçka, marrëm. Alban Skendera, Yll Limani, Aurelia vedini çfarë dikon shumë. Punë shumë, angazhime shumë, por i përmendi edhe artistët edhe provat edhe gjithçka edhe teknike, gjithçka është nën koordinimin themi t'juj. Po është e vështirë për shembull me artistët, se e dim kanjëherë kanë teke kështu, kanjëherë jo vin këtë ditë, jo nuk vin këtë ditë, është e vështirë kjo pjesa menaxhimit themi i tyre, qoftë edhe i provave ose i daljes së tyre. Po, unë fillimisht, sepse këtë viteve të kaluara, këtë përgjithësi, pozitën e koordinatorës së festivalit e ka pas kolegja jonë Arta Bajrami, e cila fatkeqësisht këtë edicion nuk është me ne, dhe paksa kam qenë e shqetësuar se si do të shkojë kjo procedura e aranzhimeve me këngëtar, sepse viteve të kaluara ka pas paksa probleme, fatmirësisht këtë vit ka shkuar çdo gjë për së mbari, sepse ndoshta ta kemi parasysh edhe këtë vit edhe këngëtarët garuesit janë ka mjaft prej tyre që janë emra të dëshmuar, që tashmë e kanë përgjegjësinë e asaj se si është, çfarë do të thonë, çfarë rëndësie ka një provë dhe nuk është se po nxjerrin probleme apo po nxjerrin të papritura kur flasim për prova. Nuk dua të potencoj emrat të cilët janë me garuese për arsye se janë pjesë e RTK-s e nuk do të ishte korrekta për përmendi njërin mos ta përmendi tjetrin. Mirë, po ju e dini që shumë këngëtarë të dëshmuar që ne i dojmë dhe shkojmë shpesh për të dëgjuar në lokale të ndryshme, qoftë në Prishtinë apo jashtë Prishtinës, janë garues, kështu që mos të harrojnë ta potencojmë një gjë shumë të rëndësishme. Është shumë kënaqësi e madhe kur po e shohim se nga viti në vit edicionit po i shtohet pesha. Për shembull, ne e dim që edicionin e kaluar kanë qenë gjithsej 20 garues në start, ndërkaq që këtë vit kemi pasur 40 garues, pra kemi pasur dy fishim të numrit, ndërkaq që rrugtimin për çmimet e para të festivalit tashmë janë duke vazhduar 20 garues. Pra është një 100% shtim i garuesve, por të njëjtën kohë edhe cilësia e mysafirëve mjaft shumë është rritur, të ftuarve special, interesimi publikut është shumë i madh për të pasur ujse. Ajo çfarë neve na shqetëson si transmetues publik këtë herë është se viteve të kaluara kemi pasur afro 1700 vende për të akomoduar mysafirët tonë dhe për të akomoduar publikun, njerëzit që kanë marrë ftesa, qoftë përmes telefonatave apo përmes rejvit. Mirë, po këtë vit e kemi këtë numër të përgjysmuar, janë gjithsej 960 vende. Pse Gjenta? Sepse e keni parasysh kemi qenë gjithmonë të obliguar, sikurse ne si transmetues publik, ashtu dhe institucionet qoftë lokale, pra Komuna e Prishtinës, edhe ministritë që kanë kontribuar në këtë festival, Ministria e Kulturës përkatësisht, që të jemi të sigurt se çfarë po bëjmë. Marr parasysh që Pallati i Rinisë nuk është arritur të sanohet në të anësi, e keni parasysh në edicionet e kaluara kanë qenë dy bina, ti quajmë ashtu, dy platot ansore ku është vendosur publiku. Ndërkaq që me qëllim që të jemi shumë të sigurt që mos na ndodh
larg qoftë ndonjë e papritur, ne kemi eliminuar ato platot, pra në të dyja anët, në mënyrë që të jemi të sigurt dhe tashmë e kemi vetëm pjesën e poshtme të sallës dhe ulset VIP që kemi quajtur gjithmonë, ku është edhe ku do të jenë të vendosur edhe përfaqësues të lartë të shtetit deri tek përfaqësuesit lokal, pra kryesisht ka të bëjë me protokollin e shtetit. Mirë, përpara se të shkojmë, dëgjojmë pak muzikë, Genta me që përmende ulset, sigurisht do të ketë, po e thua edhe ti që do të ketë edhe ftesa për persona transishëm sigurisht, por publiku, dëgjuesi që aktualisht mund po na dëgjojnë, si ta marrin, si ta sigurojnë një ulse? Po, ne fatmirësisht dua ta potencoj kështu sepse kanë qenë të jashtëzakonshëm, është Rave, kompania Rave që neve na ka mundsuar qoftë edhe ideimin e sallës, pra dizajnimin e ulseve, po ashtu edhe menaxhimin e ftesave të publikut. Disa janë duke i quajtur bileta, po para peqet i quaj ftesa, sepse vërtet ky festival, sikurse edicionet e kaluara, po mbahet për publikun, po punohet për publikun, andaj ata janë të ftuar. Tashmë kemi punuar dhe promon që lajmëron se si duhet të marrin këto ftesa, veç se kanë filluar, mirë po siç e thash, është interesimi jashtëzakonisht shumë i madh. Veç se tani janë marrë mbi 150 ftesa nga publiku, edhe pse ne hala jemi shumë larg festivalit, jemi edhe 2 javë. Cila është nata më e kërkuar? Nata më e kërkuar kryesisht është nata e parë, pra hapja solemne e festivalit, por edhe nata e fundit. Finalja. Po, ta kemi parasysh që nata e dytë do të jetë natë e hapur për publikun, nuk do të kemi ulse të rezervuara, për arsye se duhet të jetë një natë që kushtohet tërësisht publikut. Nata e dytë i përket komplet publikut, nuk ka nevojë të rezervohet. Mirë, po nëse te kalohet Genta pastaj numri ulseve, çfarë ti themi atij publikut që pret jashtë? Po në momentin që mbushet, atëherë nuk do të ketë mundësi më të rezervohet përmes faqeve të rejvit që tashmë janë publike. Edhe kjo ka qenë pengu jon, pse kësaj here nuk po mund ta kemi dy fishim e shikuesve të brenda sallës, përderisa po kemi dy fishin e interesimit në anë tjera, pra kemi dy fish të interesuar nga garuesit, kemi shumë mysafir special, ka shumë risi, mirë po fatkeqësisht s'kemi sallë, s'kemi kushte për një sallë. Mirë po, kemi dashur të jemi të sigurt që mos na ndodh ndonjë papritur dhe mos do Zotit kemi ndonjë problem të. Kështu është thirrja vazhdueshme që e kanë edhe tek institucionet e kulturës në përgjithësi që kanë mungesa sallash, kështu që edhe një të tillë Prishtina me pas që edicioni 4 mund mbajt tamam me një sallë të mirë, shikoj edhe me pas këto problema që i kanë e ulseve mos mi pas. Po dhe këto problema që po tregon Genta duhet më u rikthy prej fillimit, çdo gjë ndoshta me qenë një sallë më adekuate, e koncerteve, festivaleve, pastaj do të ishte edhe më pak punë për gjithë ekipin festivalit. Jo më pak punë, më pak stres, sepse deri në moment të fundit disa gjëra nuk fillojnë. Ne e dimë, kemi pa dokumentarin e viteve të kaluara, për shembull ka ndodhur kur krit në fund të ditëve, për shkak të disa punëve me shufra metalike janë ndezur perdet dhe ka filluar të merr flak pallati rinis. Këto gjëra ty të shkurtojnë kam, si shtë popullisht, edhe mendon se që fillojmë, që do të bëjmë tash tutje, atë tash veç para mendoni, ishe perde duke marrë zjarr, e kthej një javë përpara festivalit, aty afër nuk jas ujë, më thonë ata shumë këtë zjarr, me çka ka ndodhur, çka duhet me kap kokën. Definitivisht. E kështu që janë këto gjëra që ndodhen në moment fundit, edhe nganjëherë e thanë se s'ka bëj vjosa apo besa, nuk po e di, po tensu më herët, fillim duke më parasysh përbojat e viteve të kalume, i kemi thënë njëri tjetrit, kemi më përla, kemi më shok, kemi më me pas zën kanë mes vete. Po ta kemi parasysh që mandej me të natin kosmet kemi me dalë me pi kafe, po asnjë breng apo po asnjë hatërmbetje. Edhe mos haro me votu, Genta. Do të votojmë një pak si për një kemi zgjedhje. Mirë, këto streset e këto i kemi për lëmjet e këto, po me rëndësi janë në kuadër të profesionit profesionale, jo personale asnjëherë. Por Genta e thamë është edicioni i tretë, ja kemi marrë dorën tash. Edhe po vazhdojmë me punu. Po na trego pak për mobilizimin e RTK-s, e Radio Televizionit të Kosovës në përgjithësi për këtë edicion të tretë. Bes, ne jemi shtëpi e madhe, parasysh janë mbi 700 kolegë që kemi aty të sektorëve të ndryshëm, edhe çka më bën të lumtur, jashtëzakonisht shumë të lumtur si pjesë e RTK-s, si në koordinatorës së festivalit, që si asnjëherë më parë ka qenë i gërshotum të gjitha
të gjitha njësit e RTK-s që vërtet ky edicion të jetë shumë i mirë. Unë gjithmonë po dëshiroj ta quaj e treta e vërteta në mënyrë që ta kemi rritje të cilësisë, sepse nuk guxojmë ta ulim cilësinë. Mirë po ndoshta e keni pa që sikurse radio, sikurse mediat online, po ashtu televizioni që ka barën kryesore, janë duke bashkëpunu, ashtu që thonë në popull me mishëm e shpirt që dhe diçka e bukur. E kemi çdo ditë kemi driton Bunjakun aty, e kemi Nora Meqan me video, me duke u interesu për garuesit, intervistat me artistët. Do thotë çdo gjë është afër, tërkohën janë afër zhvillimeve kryesore të festivalit, secili prej edhe tash derisa hyrja në këtë emision, qoftë lumi apo kolegë tjerë ty thonë që çka mund të më ndihmu edhe pse jemi të angazhuar, po sidoqoftë një telefon na bën edhe do të jemi aty në sallë. Kështu që ky mobilizim po ta kënaq shpirtin, sepse po shihet që jemi një, sidomos në këto raste kur një me vjen kontributi secilit prej neve. Edhe po shihet që festivali po më parasysh ka një herë që, sepse normal ne jemi njerëz, jemi kolektiv, për shembull jam mbi 2 dekada pjesë RTK-s, dikënd e parapeqet të bashkëpunoj, dikënd është nuk e parapeqej, mirë po festivali na ka bërë gjithëve një, që është shumë e mirë, sepse po shihet që vërtet po mundohemi dhe po shpaguhet mundi për çfarë po mundohemi. Edhe me rëndësi që po mduket po e bëjmë gjithë secili punën me shumë qef. Me shumë qef, shumë të motivuar dhe shumë vullnet. Sigurisht tani edhe suksesi nuk mungon gjë. Por atë po shpresojmë, sepse që thonë kur ja jep hakun një çështje, një punë, atë shpërblehet, duke e pa vullnetin e kolegëve të radios, të mediave online, të televizionit, po shihet definitivisht që është një mobilizim i gjithanshëm, një elan i jashtëzakonshëm të motivuar shumë për punë, dhe pse jemi me dekada këtë siç e thash më herët, që vërtet edicioni i këtij festivali të jetë ashtu siç duhet. Mirë, Genta, na e përmendëm edhe gjatë javës së kaluar sigurisht që në këtë termin jemi duke shkuar live edhe në Alb Radio në Zvicër, kështu që i përshëndesim edhe një herë krejt ata shqiptar që janë duke na dëgjuar në pjesën më të madhe pothuajse të Zvicrës që e mbulon kjo radio, por aty tregojmë Genta edhe shqiptarëve tonë bashkëdhetarëve, ndoshta ndonjëri prej tyre në datat e festivalit 6-8 nëntor do të në Kosovë, ku të aplikojnë web faqen për me siguru një ulse në cilën do në të festivalit që dëshirojnë. Po, është web faqja pra e dim www.eventbrite.com, eventbrite.com, aty ku mund të hyjnë, ta zgjedhin festivalin e këngës dhe ta aplikojnë për ulse në pallatin e Rinis. Këtë rast i bie natën e parë dhe të tretën, sepse e dyta do të jetë nata e dytë do të jetë komplet e hapur derisa lejon salla, sepse siç e potencova është përgjysmimi i karrikeve, pa diskutim ne na ka ndodhur shumë herë kur tashmë kemi filluar me dërgimin e ftesave dhe na ka ndodhur që shumë prej të ftuarve tonë, për shembull, të thonë që po vjen keq nuk jam ato data në Kosovë, po megjithatë ne e dim gjithë sepse televizioni publik i Kosovës, sikurse radioja, sikurse mediat online, ashtu edhe televizioni e transmetojmë këtë event që është më i madh në shtetin tonë drejt për drejt, edhe mund na ndjekin në çfarëdo platforme. Edhe nëse janë duke vozitur, dëgjojnë aty kush e fiton vendin e parë të ditën apo të tretën. Pas skenat edhe gjithçka që do të cilëm edhe një brenda radio se webi e kanë kështu në Kore ale për gjithë juve që keni dëshirë me lexu. Po ne po i përmendim me i rezervu ulsat, ftesat, po Genta, ku ka me pa festivalin? A ka me qenë ull, a ka rezervu një ulse për vetja gjithkohën së prapa s'ken tu vrapu? Nuk jam shumë e sigurt për arsye se për shembull në edicionin e parë, natën e parë ku marr pjesë, normalisht nuk jam ull, sepse s'ka pas mundësi më ull. Në natën e dytë kam pas dëshirë marr pjesë, po kam mbetur në zyret duke dërgu ftesa apo duke akomodu sidomos protokollin e shtetit, për arsye se ju e dini që protokolli është një, siç e quajnë populli me selje në vete, dhe duhet të jesh shumë e sigurt se ku pozicionohen krerët e lartë të shtetit apo barësit e institucioneve. Pra nuk e di, nuk di a do të jem sallë, a do të jem zyre, po ajo çfarë pa diskutim se do të jem natën finale të festivalit, sepse është puna kryesore në sallë aty, por ta shohim netët para, natën e parë të dy se a do të jem në zyrë duke punuar apo do të jem në sallë. Duke vrapuar. Duke vrapuar, po.
E kemi dëgjuesin ton nga Gjakova që na ka përshëndet edhe Gentën, thot ky virus bashkëpunimi që po e karakterizon punën rreth këtij festivali të ngjitet edhe aktorëve në politikën tonë. Nëse kjo pjesa na deri te i 8-9 mos na ngoca. Nuk dim çka po bëhet na veç për festival. Ju flasim edhe ju tregojmë çka e qysh kudo që ju keni dëshirë. E të nëntin pastaj kthehemi. E kthejmë tani në zgjedhje. Definitivisht. Mirë, por Genti ka sigurisht sfidat, atë frikën, apo shkon gjithçka mirë, është edhe ajo kënaqësia pastaj që ta jep puna ose ai finalizimi i projektit, i punës, i angazhimeve. Si ndihet Genta ose edhe kolegët tjerë kur e shohin pastaj atë produktin final, kur e shohin që punët po shkojnë po shkojnë mirë? Bes, esenca që unë vërtet ndihem shumë e nderuar nga drejtori i festivalit, zotë Eridin Gërvalla, që ma ka besuar këtë pozicion, këtë pozitë, edhe pse dora në zemër nuk është se kam dashur, sepse është shumë delikate, ka shumë çështje me të cilat duhet të merresh, dhe beso, unë nganjëherë mendoj, është çështja e kur ke pozitë kyçe në evente të tilla është sikurse darsma e shtëpisë, kur e marton për shembull vëllaun apo motrën. Pra ti asnjëherë nuk mund ta shijosh ashtu siç dëshiron ta shijosh, sepse do të angazhosh për secilin detaj. Edhe pastaj gjithmonë e ke galën se me rakun apo shkon kjo çështje e mirë apo shkon ajo çështje e mirë. Unë e kam potencuar në ditë faktin se në edicionin e kaluar kam qenë me djalin në festival dhe po më thotë djali pasi që përfundoi festivali tha nonosh kam pëlqen shumë ka nga fituese. Edhe më them çka kanë fituese, çka ke. Domethënë kom qenë sall, po cila fitoj, kom qenë sall e kom dëgju këngën, po thjesht s'm konat me mend sepse gjithmonë duhet ta përcjellësh diçka që është tërkohen në telefon, edhe për atë mu vjen shumë keq që nganjëherë ne që jemi shumë të kyçur në punë të festivalit, vërtet nuk e shijojmë festivalin. Pastaj tek pasi që përfundon festivali e marrim dhe e shohim se si kanë shku gjanat. Ajo fuqia e ekranit është e jashtëzakonshme, është madhështore që nganjëherë disa probleme që ndodhin brenda në sallë fatmirësisht nuk vrehen në ekran, kështu që nuk mund të them që jam duke e shijuar. Disa kolegë më kanë thënë që tek pasi që përfundon puna e shohim se çfarë vërtet kemi bërë, sepse kur je tërkohen e angazhuar nuk e din se praktikisht çka je duke punu. Po sidoqoftë, megjithatë po flasim për eventin më të madh në shtetin tonë, po flasim për një festival i cili nesër pas nesër është e pashmangshme të jetë pjesë e Eurosongut. Këto dashë me dalë. Na luktëm, nëse mundesh më na u përgjigj. Ku ka mbetë kjo çështje? Esenca që nuk mund të flas shumë për këtë punë sepse nuk në takon neve si RTK, është më shumë proces shtetëror. Pra ne kemi shpresuar si Radio Televizion Publik i Kosovës që do të kemi mundësi të marrim pjesë të jemi prezent në Eurosong si pjesëmarrës, mirë po deri më tash nuk na është aprovuar një gjë e tillë, po shpresojmë na aprovohet vitin e ardhshëm, mirë po nuk mund të themi asgjë me siguri. Çfarë mund të them me siguri është se vërtet nëse i shihni edhe edicionet festivalet e vendeve të rajonit veçmas, unë më bind me që secili prej neve, pavarësisht a ka kontribuar pak apo ka kontribuar shumë, e sheh që vërtet RTK ka shumë të mirë festivalin. Nuk dua të jem jo modeste, po festivali jonë është shumë e mirë se festivali i disa vendeve të rajonit. Mund ta shihni vetë dhe të bindeni. Kështu që meritojmë atë. Kështu që meritojmë, po kjo është e mira që RTK-ja për 3 vite radhasi ka punuar që të dëshmoj që ne dim të bëjmë festival. Për më tepër kësaj here jemi vetë ne që e bëjmë. Vitin e kaluar kemi pasur një mjeshtër të skenës, Adi Krasën, i cili ka punuar në festival, praktikisht ka prekur festivalin, ka ditur se çfarë është festivali. Ndërkaq kësaj here ne kemi vetëm ta them barën atë mësimet e trashëguara nga Adi, mirë po puna bëhet komplet nga njerëzit e RTK-s. Më gëzon fakti që shumica prej pozitave kryesore pas 2 drejtorëve janë gra, po edhe këto pozita janë pozita ekzekutive siç është pozita ime apo pozita e Artës, Arta Avdiu që producente e festivalit. Kështu që jemi duke e bërë vetë kësaj here, jemi në këmbë tona, po besoj që hapat jemi duke i bërë mirë, të shohim fond se sa stabil kanë qenë hapat tonë me datën 6, 7, 8, kur ndizën ato drita, dhe atë do të shohim sa kemi qaluar diku apo s'kemi qaluar. Deri atëherë, pa diskutim që ne e dim që nuk po na ik diçka, por dritat kur ndezën e shohim me saktësi se çfarë kemi bërë në terren. Uroj që të jetë shumë e vogël që vitin e ardhshëm ta
ta rregullojmë tani me shpejtësinë e dritës. Definitivisht. Me rëndësi si RTK ne jemi duke e bërë punën, duke e bërë festivalin, e ftesa mirë se vjen. Do të ishte mirë që 2026, pse jo, por mirë se vjen kur do që me rëndësi e kemi festivalin. Definitivisht po, na mund të befasohemi në moment fundit, pra nuk dihet se kur do të pranohemi, të paktën të jemi pjesëmarrës, si 7 pjesëmarrës. Mirë po është edhe shumë inkurajuese, për shembull edhe pse garuesit e kanë ditë a priori që nuk do të shkojmë në Eurosong, kanë konkuruar emra që kanë garuar emra që janë shumë të mëdhej, janë artistë që vërtet i dojmë, janë njerëz shumë cilësor në punën që e bëjnë. Kështu që edhe kjo është një inkurajim shumë i madh që ndonse nuk do t'i shijojnë ata, ato magjinë atyre dritave të Eurosongut, por e kanë parë se çfarë vlere të madhe ka për shtetin edhe për vetë karrierën e tyre ky festival. Realisht edhe pjesëmarrësit e viteve të kaluara në Pravasken që kemi qenë e kanë potencu këtë që me të vërtet festivali, orkestra dhe gjithçka që luhet aty është një përvojë në vete për ta dhe padyshim që është shumë e dobishme. Po ashtu e përmend edhe për cilësinë në dy kanalet e RTK Radios, po vazhdojnë emisione speciale edhe në kanalin e parë, kemi pasur shumë kompozitor që janë marrë madje edhe me festivale edhe më parë siç janë Akordet e Kosovës dhe që kanë potencu pikrisht të cilësi të festivalit që Radio Televizioni i Kosovës po e sjell, kështu që tashmë jemi gati me festivalin, po me punë ja u kemi marrë dorën, veç mjafton edhe ftesa si vend pjesëmarrës edhe të jemi gati për vazhduar tutje. Po, ka qenë interesante vjos, njëra prej garuesve doli nga provat, pasi që përmendoi dhe ishte ashtu shumë e stresuar dhe e mbante dorën me dorë, ja bëta çka ka ndodhur, pse nuk shkoj mirë diçka, gabove, jo tha po domethënë është madhështi me performu për akti orkestri. Domethënë është e pamundshme çfarë ndjesie t'jep performanca në mesin e këtyre njerëzve. Nuk ka shumë kohë, ose më saktë javën e kaluar, Genta sigurisht dëgjuesit tonë e din, ne kemi ritransmetuar ato intervista të këtyre artistëve që kanë qenë pjesëmarrës të 2024-s dhe pikërisht këto emocione dhe ky falenderimi shumë i madh për skenën magjike, për orkestrën ka dalë në pothuajse edhe po ashtu edhe RTK-s pothuajse tek secili pjesëmarrës ose artist që ne i kemi transmetuar gjatë javës së kaluar, që sigurisht kjo është një gjë e mirë edhe për karrierën e tyre edhe për të ardhmen e tyre, sidomos për ata zëra të ri siç ka qenë Arnit Kastrati, apo një zë fantastik pjesëmarrëse, po që ka po vazhdon me kënu. Ja ka hap derën ky festival. Pa diskutim, por tek e fundit kjo është misioni jonë, sepse ne e dim se mediat, disa nga mediat për shembull nuk dua të kritikoj, sepse nuk është koha për me kritiku, mirë po esenca është që misioni i transmetuesit publik është vërtet të edukoj, të nxjerrë në pa talente të reja, mirë po fatkeqësisht ne vazhdojmë ta kemi një situatë shumë të keqe financiare, megjithëse 8.9 milion euro për vit, që është shumë pak krahasuar me transmetues publik. Për shembull, ne kemi HRT-n që vitin e kaluar i ka pasur 130 milion euro, ndërkaq ne kemi 8.9. Po sidoqoftë është mua më bëhet çefi që me kaq pak mjete ne po bëjmë diçka shumë të madhe siç është festivali i këngës. Për atë po besoj që pavarësisht gjithave do të shpërblehet mundi që është duke i bërë secili njeri i RTK-s. Genta e përfundojnë këtu intervistën, a e din ka kemi shka të pret, a me siguri telefonatat kanë bombardu. A do të shkosh në sken, a do të shkosh në prova? Kemi përfunduar çështjen e skenës, në mëngjes tash do të jemi në zyrë, do të vazhdojmë. Do të thonë mëngjes gjithçka në rregull ka qenë, apo me skenën? Tash nuk do t'i bëjmë publik ato sfidat e vogla, sepse do të mbeten për neve, kemi kohë dhe 2 javë që t'i sanojmë ato problemet e vogla, të cilat besoj që do t'i sanojmë. Mirë po, e thatë edhe ju vetë vjos, çdo ditë më shumë, sa mendojnë që e ke përfunduar një çështje, del një punë tjetër, dhe çdo ditë më shumë vetëm rritet stresi, përgjegjësia që a do t'ja dalim ajo. Po është interesante, keni vërtet edhe vetë, edhe në për organizime madje shumë private. Mendojnë që u bora ato, tetur u bora 9, u bora 10, mirë po e shoh që në fund çdo gjë paketohet mirë, çdo gjë del bukur. Kështu që po shpresojmë që vërtet do t'ja dalim me kohë dhe
Stresi është aty, pa diskutim deri në moment fundit. Po dhe deri natën finale do ta Deri në natën vërtet. finale, po. Mirë, Genta, nuk di Vjosa na ka me diçka pa e pyet Genta, ne kemi mbajt goxha gjatë për kundër angazhimeve të saj që i ka, por na ka interesuar gjithçka nga këto prapaskena dhe nga pozicioni yt si koordinatore e festivalit, kështu që na po spurojmë. Viçembra si murrën, po s'ka lidhje. Ama e kuptum që do t'jenë goxha big. Yje të mëdhenj. Goxha Do big t'jetë, artistët. po. Edhe t'jenë yjet njerëz që mysafir, po adhurojnë, flasim po. për njerëz mysafir, artistët mysafir që do t'jenë. Po. Kështu që ju definitivisht, veç rezervoni ulsën, merrni ftesën patjetër sepse keni më kënaq. Natën e parë dhe të tretën, ndërka që Natën e e dyta parë është e tretën, hapur. po pra hapja e solemne e festivalit, do t'jetë aty red carpet, pra te Po, te piku i piku kuq, po. me të cilin jemi mësuar ta hapim festivalin dhe ta vazhdojmë për 3 radhase, do të mundohemi që të gjithë njerëzit të cilët parakalojnë atë te pikë të kuq, të intervistojmë, të shohim edhe para festivalit se çfarë presin dhe pas festivalit për përshtypjet e tyre. Përshtypjet e tyre, po. Ta shohim se e dini edhe ju vetë, ne vlejmë, puna jon vlen, ai sa na vlerëson publiku, andaj shpresojmë shumë ta meritojmë këtë vlerësim të publikut. Absolutisht urojmë edhe po mundohemi për çdo ditë që ta bëjmë një gjë të tillë dhe të vazhdojmë ta kemi publikun afër vetes. Genta, po të falenderojmë shumë, duke të dëshiruar shumë suksese personalisht ty, edhe krejt kolegëve në Prapasken tregojë që krejt me radhë kanë marrë. Kështu, kush ka mbet parë? Edhe thuj ato që gati shumë shumë të mira, mos hezitoni me ardhë. Jo, Ata kemi punë me dëtënista, kamermana. Ata pak pritojnë, pjesa teknike pritojnë me dojnë. Organizatorë. Nuk dua ti hynë në hak disa kolegëve, pra e dini edhe ju, nëse s'ka bëj ka potencuar dhe arta. Skenarin e bën një artist i madh, Ionis Gens Salihu, është ai pashtu krahi djath i zotit Florent Boshnjaku. Ju mund ta merrni me mend se në një event aq të madh artistik, se sa përgjegjësia artistike është, sa puna artistike është, andaj Gensi poshtë si ta quaj ashtu krahi djath i Florentit. Në anën tjetër kemi Artën, e cila producente ekzekutive, Arta Avdiun, e cila është duke u marrur edhe ajo praktikisht me çdo gjë. I kemi pas Genta këta. Po, Vesa Kroja, Vesa nuk besoj se do det nuk preferon të flas shumë në publik. Na ka fol Crampton Genta. Po super. Kjo pas një ritme pra se po Vesa bën punë të jashtëzakonshme, është shumë punëtore jashtëzakonshme, por që ka pak fjalë, e kryesisht të tillë janë, unë flas shumë. Profesioni na ka imponuar një gjë të tillë. Mirë Genta, shumë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kemi u takuar edhe pas festivalit, me këshyr ku jemi, edhe na tregon ai diçka që publiku se ka pa me ditë na. Çka ka shku mirë. Me mbi kështu brenda nesh. Po, atëre pasi që përfundon festivali do të shpalosim ti gjitha ato gjanat e Prapaskenës, edhe pa diskutim se pas festivali na tregon, na jep një pasqyrë të qartë se çfarë kemi bërë, sa është kemi arritur të jemi të duhurit apo ta bëjmë punën e duhur sa i përket këtij edicioni. Por që ne e themi edhe në emisionet tona të drejtë për drejta, Genta është po besoj edhe pak i pranueshme edhe për publikun, edhe për dëgjuesit, shikuesit në emisionet të drejtë për drejta në ngjarje kaq të mëdha, siç është festivali i këngës. Edhe me ndodh në sen e vogël, nuk është shumë përmsysh kanë ashta, ha? Po, pa diskutim. Diçka që na shkon. Po, janë ju e dini në transmetime drejt për drejta është nganjëherë na merret goja ndaj na dhe me fjalë që më simpatike shpesh këto ngjarje me këto. I përmbledhin fund vit mas ne ja u rikujtojmë. Definitivisht. Ju e keni parë ndoshta është edhe një debat në studio ku janë të pjesëmarrës 3 apo 4 persona, edhe nganjëherë mund të ndodhë diçka teknike. E lëre më një event i për masave të tilla siç është festivali. E lëre më në parkingun e pallatit Rinis. Do të thonë vetëm na sken brenda natës ngjiten nëse nuk gaboj 100 persona. Tash mund ta merrni me mend ju se çfarë do të thotë vetëm në sken të ngjitesh dhe të performosh 100 persona brenda 2 orëve. Çfarë logjistike është prapa, çfarë pune është prapa. Pastaj ne jemi shumë kohë gjatë në këtë profesion, vetë fakti që më mendu mund qitë në atë skenë përkundër përvojës që kemi me publikun, është tjetër, është një edhe sigurisht punohet me çështje sekondi, jo me çështje minuti, në për media, në përgjithësi, edhe sidomos në transmetime të drejtë për drejta, siç është edhe festivali, kështu që gjërat vogla janë vetë të falura. Po besoj. Urojmë që mos kemi, po dhe nëse kemi përmsysh në këtë edicion 3.
Realisht po, edhe më shpresoj ashtu të jenë. Edhe ajo që është e mira është që njerëzit po e presin festivalin, vitin e kaluar kanë qenë ditë më herët që është mbajtur, kështu që këtë vit kanë filluar njerëzit me pyet ku është festivali, a jeni gati, kështu që kjo është më e mirë sepse bëhet për publikun edhe interesimi i publikut vetë është. Po, dhe këtë edicion është angazhuar një kolege tjetër jona, Ardita Tafallari, e cila nganjëherë po më thotë është hera e parë që është angazhuar drejt për drejt në festival, dhe po më thotë, wow, atë çfarë kënaqësie kur po i trasim njerëz për ftesa, çush po janë të kënaqur, të lumtur që po i trasim, atë nuk e kam besu një entuziazëm kaq të madh prej njerëzve kur po i trasim për festival, po ne kemi provuar, e kemi pasur këtë përvojë viteve të kaluara dhe vërtet vlerësohet festivali dhe kanë dëshirë njerëz të jenë pikërisht aty në sallë ta shohin drejt për drejt. Për me vërtetu këtë që po e thu Gent, për shembull para 2 ditësh fqinja ime më pyeti kur është festivali, a kanë ndryshuar datat. Sepse ishte përcjell se edicionit parë dhe të dytë dëshironte me marr pjesë edhe në të tretën. Kështu që pra 6, 7 dhe 8 nëntor janë 3 netët magjike të festivalit, gjithë ajo punë që e përmendi Genta dhe gjithë ata njerëz që janë prapa do të punojnë gjatë atyre 3 netëve që gjithçka me shkëlqy edhe me qenë në mënyrën më të mirë të mundshme. Urojmë shumë që të ndodhë një gjë e tillë, po edhe nëse në diçka e vogël e përmirësojmë vitin e ardhshëm. Gjithsesi. Faleminderit Genta, sukses ty edhe gjithë ekipit. Faleminderit për juve.